Sulmi kibernetik ndaj të dhënave të Kuvendit të Shqipërisë nuk ka ndodhur tani, pasi prej kohësh ishte identifikuar dhe siç mësohet, ka qenë një operacion në vëzhgim të rrept nga agjencitë dhe hakerët e partnerëve perëndimor. Kanë qenë izraelitët dhe britanikët që kanë ndjekur operacionin që në fillimin e tij, duke marrë në vëzhgim të gjithë historinë e sulmit, madje që para se të niste aksioni. Siç mësohet, agjencitë partnere kanë patur sinjale që në momentin kur është vendosur të ndërhyet në portalin e Kuvendit të Shqipërisë, madje informacionet thonin se operacioni nuk kishte shënjestër vetëm parlamentin, por edhe institucione të tjera, të cilat i kanë rezistuar sulmit kibernetik. Edhe parlamenti, nëse do të ishte përdorur i njëjti protokoll si në sulmet e tjera, mund të shpëtonte ose të mos dëmtojë aq sa ka ndodhur. Por duket se kjo është përdorur si një taktik për t'i dhënë Tiranës zyrtare një atu politik, si pjesë e narrativës së sulmeve të regjimit ajatollave, gjë që në fakt ka ndodhur, por sipas burimeve ka shumë më tepër prapa këtij sulmi. Prapaskena e këtij sulmi është se ne kemi të bëjmë jo vetëm me një agresion të gardës revolucionare apo të departamenteve kibernetike të regjimit iranian. Sulmi ndaj Shqipërisë, sipas informacioneve, është financuar nga Moska në mënyrë klandestine, me bazë një godinë ushtarake në një qytet pranë Velesit në Maqedoninë e Veriut. Shërbimi sekret britanik MI6 thuhet se ka zbuluar pothuajse të gjithë skemën e këtij hakerimi, ndërkohë që ka dyshime se rusët nuk janë të vetëm, por se shërbimet sekrete të Kremlinit janë qendra e gravitetit të këtij operacioni. Në këtë lojë të madhe, përveç GRU-s ruse, dyshohet se janë të përfshirë edhe shërbimi sekret ushtarak kinez dhe ai iranian, të cilët në Ballkan përqendrohen në stacionin e Nishit dhe në Veles të Maqedonisë së Veriut, dy qendra që sipas analizave kanë investime të pazakonta zhvillimore. Sipas raportit të britanikëve, rusët e kanë rritur aktivitetin e tyre që nga viti 2016 në rajonin e Ballkanit, si pasojë një rritje e të rëndësishme të investimeve financiare. Këto investime kanë ardhur kryesisht nga Pekini dhe janë përdorur në të gjitha shkallët e asaj që quhet spionazh, ku përfshihen deterrencë, diversioni dhe sidomos dezinformacioni. Raporti britanik, i cili është kryqëzuar me atë që ka miratuar në dhjetor Komisioni Evropian, paraqet një hartë të zgjeruar të qendrave të influencës ruso-kineze në Shqipëri, Kosovë dhe në vende të tjera të Ballkanit. Ky raport përmban një listë gjatë emrash, strukturash dhe adresash mediash dhe pritet të bëhet publik, ndoshta jo i plot, por me pjesë të tij në një të ardhme të afërt. Publikimi i tij, sipas burimeve diplomatike, mund të shkaktojë një tërmet të madh politik në Tiranë.